Atëherë jemi në transmetim të drejt për drejt nga kryeqyteti. Tashmë ndodhemi në qendër të Tiranës. Siç e shikoni, ndodhemi tek monumenti Skënderbeut. Rezi, përshëndetje, si gjithmonë e para. Atëherë do doja t'ju shfaqja këtë pamje nga qendra dhe më pas të vazhdojmë tek Lana. Do të përshkruaj një distancë të konsiderueshme drejt lumit Lana. Ndodhem fiks pranë monumentit të Skënderbeut, herojt tonë kombëtar. Traveler Kid, faleminderit. Se do të qëndrosh bashkë me ne online. Konfirmo audion si dëgohet. Si që shohin, ka fëmijë cilët losin bashkë me prindërit këtu në qendër të Tiranës. Pak më parë isha te kompleksi afër pallatit me shigjeta, duke që se mbarova punë shpejt me një angazhim timi personal, mendova të futem sërish në transmetim të drejt për drejt për t'ju shfaqur këto pamjet nga kryeqyteti. Rezi, faleminderit. Formë simbolike e vendosur vezët e pashkëve. Në këtë rast i uroj besimtarët cilët festojnë pashkët gëzuar. Si të shohim nga pamjet, duket qendra e Tiranës. Përshëndetje Ela Uruçi, përshëndes. Rezi, faleminderit edhe ty që na ndjek rregullisht. Atje përballë kemi Bashkinë e Tiranës. Përbëri ndodhen institucionet e tjera si Ministria e Rendit, Ministria e Mbrojtjes dhe të gjitha institucionet e tjera, institucionet shtetërore.
Si që shojmë nga pamjet, kemi lëvizje të qytetarëve në rrugë, të cilët kanë dalë, vazhdojmë rrugën drejt bulevardit qendror të Tiranës. Tefta Koliçi, faleminderit. Të përshëndes me këtë pamje nga Tirana. Atje te i kemi edhe bunkart, nëse e shikoni paka shumë aty, drejt pemës, është bunkart. Po ja afrohemi parku të Rinia. Do ta përshkruajmë rrugicën përmes parkut për të shfaqur pamjet e gjelbërta që tashmë ka parku. Sa po hap, vazhdojmë rrugën drejt. Ndodhemi tek parku i Rinia. Ndodhemi në pranverë dhe gjelbërimi është i dukshëm. Bukur, shumë pastër këtu, fantastike çdo gjë. Edhe koshat janë zbukuruara. Kanë një veshje druri, shumë bukur, fantastike. Traveler Kid, faleminderit për super sticker, përshëndes. Atëherë po ecim pak përmes parkut.
Leon, përshëndetje, mirë se erdhe. Kush dëshiron mund ta bëj share linkun, kuptohet, sipas dëshirës. Por mund të edhe të komentoni në chat, që edhe live streami të jetë sa më intensiv. Kështu që jeni të ftuar të komentoni edhe të sillni mendimin tuaj për pamjet. Është temperatura optimale për 16 gradësh. Sot jemi në datën 5 prill 2021. Tashmë thuaj se ka ardhur pranvera. Koha është shumë e ngrohtë, fëmijët kanë dalë lozin. Bashkë me ta shohim dhe prindrit. Dina, faleminderit për komentin. Përshëndes. Kudo që ndodhesh, përshëndes nga Tirana, me këto pamje. Janë pamje të drejtë për drejta. Nëse jeni pjesëtar të ndonjë grupi i cili ka shumë ndjekës, mund ta shpërndani linkun për të patur sa më shumë persona në live stream. Do ishte gjë e bukur. Mirë që kishim sa më shumë persona në komunikimin ton të drejtë për drejtë. Është koha fantastike sot këtu në Tiranë. Është temperaturë optimale. Disi e freskët pak, por është shumë e mirë. Rreth 16 gradë. Është një pasdite shumë e bukur. Në ditët në vazhdim live streami janë do të vazhdoj në jug të Shqipërisë. Kam në plan që të filmoj Firin dhe Lushnjën së afërmi, por do të shkoj edhe në Saranë, sigurisht. Do të kemi një tur së shpejti në të Shqipërisë, në veri lindje me saktë.
Por pas kemi një live stream, një tour me video live stream nga zona e Përmetit, sigurisht Qorovoda, Skarpari, Korça. Pra gjitha këto zona do të shfaqen në live stream. Fatikisht ne po presim që të ketë akoma më tepër gjelbërim. Atëherë po kaloj nga krahu nga tani rrugës për të qenë më afër lumë të lana. Dina, qëllimi ynë është që të udhtojmë së bashku, pra personat që në shikojnë ta ndjejnë se kur po udhtojnë vetë bashkë me live streamin. Është një udhtim virtual, sigurisht. Presim që të hapet semafori, që të kalojmë në krahun e djathtë të rrugës. Traveler Kit mundohet të futesh her pas here. Atëherë semafori është hapur, kalojmë në krahun tjetër të rrugës. Kjo është lana. Zorata Gashi, hello, përshëndes. Ja ku kemi edhe lumin lana të gjelbëruar tashmë. Pranvera ka ardhur dhe bari është me gjelbër. Pranvera stina më e bukur e vitit. Alket Troka, përshëndetje. Klajdi, përshëndetje, mirë se erdhe. Kemi edhe reflekset e diellit. Kemi reflekset e diellit pas ditës. Rriz pak nivelin e muzikës për të eliminuar sa të pak zhurmën e automjeteve. Jemi pranë rrugës, kështu që ka dhe zhurmë automjetësh. Ela, të lutem mos përdor emoji ose ikona figurat ndryshme, sepse YouTube nuk i pranon komentet me ikona ose emoji. YouTube i blokon këto komente, kështu që të lutem mundohet të përdorësh komente me fjalë ose me germa, sepse nuk lejohet.
Atëherë tash më ndodhemi në bulevard. Këtu kemi Lumindana. Duhet me lexo pa komente tash. Përshëndetje, Kuksi nga Anglia. Me sa di unë shumë kuksiani janë në Angli, kështu që I përshëndes të gjithë kuksianët, por dhe të gjithë shqiptarët cilët ndodhen në Angli. Atëherë të rikthehemi. Drita këmbësorëve është hapur, por automjetët kalojnë akoma. Nesër, vazhdojmë rrugën. Atëherë do të përshkruaj të gjithë rrugën deri tek pallati Me Shigjeta dhe më pas do të kthehem në Djafas për të ardhur në qendër. Mimozat nuk lejohet përdorimi I emoji ose ikonave. YouTube I ndalon ato, kështu që ju lutem mos përdorni emoji ose ikona. Shikoj një lëvizje normale të automjeteve, ka disi ngarkesë, por lëvizja është fare normal. Pra nuk ka bllokim të rrugës. Por shikohet që trafiku është disi I ngarkuar, por lëvizja është okay. Por janë Buzlanës ka pemë shumë, ka dhe gjelbërim, ndaj ky është edhe fokusi I këtij live streami për të pasqyruar gjelbërimin edhe gjendjen në të cilën ndodhet Lana tashmë. Mendoj se është një gjendje e mirë. Të dy anët e Lanës para disa vitesh, por tashmë kemi një pamje tjetër. Një urgjencë po kalonte me shpejtësi. Shpresoj që personi I cili ka problem shëndetësor të jetë mirë, të shpëtoj pa probleme. Tashmë një urë. Dario shkruan me pluhurin dhe me tymin I njëjtës si përpara. Mendoj që ka deri diku ndryshim, por Tirana dihet që është ndotur.
Kristian Sinanit, përshëndes. Të përshëndes Buba Mara, që nga Vlora, edhe unë e përshëndes. Kalojmë këtu, kalojmë aty, pastaj të kthehemi sërish. Interist, përshëndetje, na përshëndetje Interisti nga Spanja. Më vjen mirë. Janë të rrallë komentuesit nga Spanja. Ja ku kemi edhe këtë Interisti i cili na përshëndeti edhe ne përshëndesim. Faleminderit. Semafori është i mbyllur. Duhet presim pak sekonda. Jo, është i mbyllur akoma. Tani u hap. Pra pak më parë unë isha aty, por nuk kisha mundësi kalimi aty, sepse nuk ishte shenja sinjalizuese për këmbësor. Kështu që u dërova të kaloj aty, tani kalova këtu. Më duhet të kaloj aty. Pra një zigzake pa kuptim të kjo. Gjithsesi, vazhdojmë rrugën. Mario Lusha, faleminderit për komentin. Të përshëndes. Mendoj se dielli është pak i fortë, fatikisht e dëmton pak imazhin në figurë. Por gjithsesi mendoj se duket bukur. Atëherë pa le muzikën pak lartë për arsye sepse ka shumë zhurmë automjetësh. Sa po spostohet nga rruga, do ta ul volumin e muzikës. Kështu që për të eliminuar zhurmën dhe gjithçka me këtë muzikën në sfond.
Tashmë është si ditë pushimi, si se shohim dyqanet janë të mbyllura. Është festa e Pashkëve. Arjan Konika nuk e kuptova komentin. Rusi 02, përshëndetje, mi se erdhe. Ardian Konika na komenton duke në vlerësuar videon. Të falenderoj shumë. Edhe unë përshëndes. Roza në përshëndet nga Greqia. Faleminderit Roza. Dhe unë, atëherë po hapim lentën white për të parë më mirë pamjet. Atëherë tashmë jemi tek kompleksi cilin e vizituam para 2 orësh. Një video nga ky kompleks e kemi publikuar para 2 orësh në faqe, kështu që mund ta gjeni aty. Mund ta rishikoni. Tashmë vazhdojmë rrugën drejt. A mundesh me më tregu lagjet? Maj Shqipe Official, po, tashmë jemi futur në një lagje. Është një lagje model këtu në Tiranë. Është një lagje me standarde europiane kjo. Është një kompleks privat pallatësh. Artur Shabo, mirë mbrëma. Misa erdhe Artur. Edhe unë të përshëndes. Pra jemi në një kompleks këtu në Tiranë. Ky kompleks ndodhet afër kryqëzimit i cili quhet Pallati në Shigjeta. Kështu do ishte bukur nëse do ishin gjitha lagjet në Shqipëri.
Faleminderit Roza, faleminderit që na ndjek. Resh, përse nuk këndohet kënga e vjetër, është stëlisur Tirana. Është një koment nga fansi ynë. Emrin Resh, përshëndes Resh. Imagjinoni të ishte gjithë Shqipëria kështu. Pastër, bukur, rregull. Ka perfekte këtu në këtë kompleks. Ardian Konika, po pra, atë po thoja. Nëse do ishte gjithë Shqipëria kështu, do ishte fantastike. Vazhdojmë rrugën drejt. Patjetër afasha vesh, do rregullohet çdo gjë, thotë Roza. Po Roza, po sigur u zgjati si shumë kjo punë. Kur thot ai tek telekomedia një vëba tepër, sigur e zgjate pak si shumë këtë punë, thot. Edhe unë këtë dohet thoja falimisht, sigur u zgjat pak si shumë pjesa e parregulluesisë. Ku ka lodra për fëmijë, ka gjithë shka. Brenda ti ka dhe qendër tregtare. Ambiente argëtimi sigurisht. Një gjë që vere këtu është që kafenet janë plot. Sigurisht që është metropol Resh, sepse sipas statistikave tashme ka 1 milion e kusur banor, krahasim me rrethet e tjera tashme mund të quhet metropol, sigurisht. Vazhdojmë në rrugën drejt. Tashme do të përshkruajmë rrugën do të vazhdojmë drejt qendrës, tek rruga Kavajës. Ardian Konika, të lutem mos përdor emoji, sepse nuk lejohen emojit dhe figurat. YouTube nuk i lejon këto. Mundësisht komente me tekst. Në thuj se kemi përshkruar kompleksin, vazhdojmë rrugën drejt.
Alma Hamzaj na përshëndet nga Lecce Italis. Përshëndes Alma, ty dhe gjithë shqiptarët cilë ndodhen në Itali. Në Italin e cilë ka pritur shumë shqiptarë. Italia është shteti shumë i respektuar për shqiptarët. Shumë shqiptarë janë integruar tashme aty prej 30 vitesh. Kështu që i përshëndesim si dikur, domethënë. Dikur ishte me nam nëse përdori e volum të lartë në makinë. Tashme është çudi, por ka dhe nga ato që i përdorin këto gjëra. Atëherë duhet me lexuar pa komentet. Atëherë Eua mi përshëndet, 5 miqtë e mi thot. Fantastike, shumë bukur Tirana. Elton Gegat, përshëndes Elton. Nga Italia Eltoni, faleminderit, përshëndes. Adriatik Saliaj na përshëndet nga Mallakastra. Shumë faleminderit për këtë guid, edhe unë përshëndes Adriatik, faleminderit edhe ty. Shkruaj në fanpage, na kontakto. Mund të bësh një bashkëpunëtor i yni për videon e Mallakastrës. Me këtë rast do doja të ftoja personat të cilët ndodhen në rrethet ndryshme, me shkruaj në fanpage për të bërë bashkëpunëtor të videove të ndryshme. Për shembull, së shpejti do të shkoj në Gjirokastër dhe do doja që aty të kisha një person i cili njihte shumë mirë rrugët, rrugicat, ndoshta edhe historinë deri diku e Gjirokastërës, kështu që kush dëshiron mund të bashkëpunoj me mua në video të ndryshme. Më shkruaj në fanpage, fanpage im është me të njëjtin emër cilin kam në YouTube-in, Albert Vaja Production, ose në Instagram, po i njëjti emër Albert Vaja Production, kështu që kush dëshiron të bashkëpunoj me mua për të bërë video të ndryshme live stream, mund të shkruaj një mesazh. Bëjmë bashkarisht live streamin në rrethet përkatëse. Dikush shkruante që këtu në Itali është mbyllur gjithçka, po e vërtet. Alma Hamzajt, përshëndes. Qyteti im i bukur në botë, thot Alma. Atëherë kemi semaforin e bllokuar këtu. Presim që të hapet. Do doja shumë bëj një video në Mallakastër. Nuk e dija ka ndryshime aty. Adriatik Saliaj na jep në informacion nëse ka gjëra të bukura në Mallakastër. Drejt kryqëzimit të Insinit dhe Jetorit dhe më pas tek rruga Kavajës. Dhe pas në qendër sigurisht. Atë mbyllet dhe live streami, nuk e di baterinë, duhet me parë pak baterinë e pajisjes sa e kam. Bateria 48%. Gentian Hoxha, përshëndetje. Përshëndes Gentian.
Valdet Popa. Faleminderit Valdet. Me sa duket fansat nga Italia. Dashamir Maskuli. Faleminderit Dashamir. Kjo është flamuri anglez. Apo jo, mos gaboj. Flamuri Maqedonës. Dashamir, përshëndes. Maj Shqipe oficial shkruan a mundesh me shkruaj në Bulqiz, sepse aty kam qenë refugjat, thotë gjatë luftës. Po, sigurisht do të shkoj edhe aty, në Bulqiz. Berisa Sali Berisa. Përshëndes Sali. Ja, nëse semafori që në 1 sekond i hapur, si 1 sekond i mbyllur, tjetri që ke pas do t'i biri sigurisht Boris. Është një huq i vjetër shqiptar ky. Atëherë Adriatiku më sjell përgjigje. Shkruan Adriatiku që ka goxha ndryshime për mirë në qytet, por për momentin në Ballsh, që është qendra e Mallakasës, po bëhen disa punime në sheshin kryesor ndaj Hajdnin, ndoshta pas disa javësh. Adriatik do të lutesha të më shkruaje në fanpage në Facebook Albert Vaja Production ose në Instagram që të jemi në kontakt. Do doja shumë që të vija aty. Ndaj të lutem më shkruaj. Përshëndetje Zvicrës, shqiptarëve të cilët ndodhen aty. Faleminderit shumë Adriatik. Përshëndes i nderuar. Po vendos kamerën normale. Ardian Konika në Volgë isha në Durrës para 4 ditësh, 5 ditësh. Para 5 ditësh kam qenë në Durrës edhe kam filmuar pjesën e shëtetores Taulantia, sigurisht Volga. E ke videon në faqe, kështu që mund ta shikosh aty. Unë kam bërë dhe një video tjetër, cilën sot e kam përfunduar sot para dite, e kam edituar, cilën do postoj në ditët në vazhdim. Pra Ardian Konika e ke videon në faqe, ke 2 video, cilët i kam filmuar. Është gati 3 orë i gjithë live streami aty, 2 orë ka njëra pjesë, 1 orë ka pjesa tjetër, i ke video dhe aty. Berisa Sali, përshëndes, faleminderit, respekte. Roza, faleminderit Roza. Jam shumë kurioz për personat që ndjekin, nga ku na ndjekin, nga cili shtet, nga cili qytet, nëse janë në Shqipëri apo se janë jashtë saj. Edhe live streami bëhet më tepër intensiv, ka më tepër intensitet, kështu që komentet tuaja janë me vlerë, sigurisht pozitive. Personat të cilin përdorin komente jo korrekte, përjashtohen. Me njëherë nga faqja, kështu që faleminderit që komentoni. Maleoni Francës, Syro Qalliu. Aty besoj se jeni të bllokuar Syro, nuk e di. Vazhdojnë bllokimet nga virusi apo janë lehtësuar masat.
Ylli Buça shkruan: a mund të na filmosh nga Kamza? Ndryshe nuk e shohim që 6 vite sepse jetojnë në Zvicër. Atëherë po i përgjigjem Yllit dhe po i them Yllit që kur atë ditë para 2 javësh isha në Lezhë dhe kur u ktheva mendova që të ndaloj në Kamz, mirë po trafiku në Fushkruj ishte tmerrsisht i bllokuar dhe nuk munda do të bëja video në Kamz. Por do të shkoj një ditë Kastile edhe do të jem live nga Kamza. Dashamir Maskuli, faleminderit për komentin. Sandor Lekaj na shkruan: e ke vizituar fshatin Epër në Tropoj? Jo vlla, nuk e kam vizituar. Atëherë po dua të lexoj pak komentet, ndaj kam ndaluar pak sekonda këtu. Aurela Tahiraj na shkruan: jam nga Shqipëria 2, thot. Kosova. Faleminderit Aurela, të përshëndes dhe unë. Për gjithë, një përshëndetje për gjithë vëllezërit dhe motrat tona nga Kosova. Nga Greqia Eva. Eva, faleminderit, përshëndes dhe unë. Atëherë këtu do duhet pak kujdes, me thënë të drejtën. Atëherë po kamerën wide. Përshëndes dhe unë Luan, qeftana mos gaboj është si për Prejasit, që rruga që shkon për Pogradec, kështu që të përshëndes vëlla. Faleminderit për komentin, përshëndes. Radisheva, Galica Radisheva, faleminderit Aurela. Tashme sa po kaluam 21 dhjetorin. Ylli Buça, mund të futesh tek kanali në YouTube edhe mund të gjesh videot e të gjitha janë të renditura, ose tek kanali, tek opsioni ku bën search, mund të shkruash një qytet caktuar, për shembull Tropoj, edhe do të dali direkt video e Tropojës, ose mund të shkruash Fier. Atëherë po vazhdoj me leximin e komenteve. Faleminderit shumë që komentoni, edhe live streami pasurohet me komentet tuaja, sepse nëse ju nuk do komentoni, nuk kemi as çfarë themi. Resh mund ta vizitosh Tiranën, këtu është Tirana. Kemi një mikun ton Albos shqiptar, i cili na përshëndet nga Gostivari. Faleminderit. Faleminderit Gostivari. Gostivari i cili ka bullësi shqiptare. Respekte. Aurela Tahiraj, faleminderit. Përshëndetje nga Prishtina. Sali Gashi. Përshëndes vëlla. Përshëndetje të gjithë vëllezërve dhe motrat tona nga Prishtina, nga Kosova. Luan Kastrati. Faleminderit Luan, mirë se erdhe. Luan Kastrati, nga përshëndetje nga Bursa. Bursa është në Turqi, mos gaboj. Dashamir Maskuli, tashme ndodhem tek rruga Kavajës, jam nga krahu i rrugës Kavajës vëlla. E kam pamundur të shkoj tek rruga Durrësit sepse nuk put dhe krahu. U bë tashme 1 orë gjys
që jam live stream. Ender Savac është një shqiptar. Tani Ender jam kurioz, je shqiptar dhe banon në Turqi apo je turk i cili flet gjuhën shqipe? Për kuriozitet. Manuela Lakaj na përshëndet nga Franca. Përshëndetje Manuela, përshëndesim dhe ne. Tash më ndodhem tek rruga e Kavajës dhe po ja afrohem qendrës së Tiranës. Her pas here duhet me parë dhe orën, sepse në orën 20 vendoset ora policore. Atëherë po heq kamerë wide sepse shikoj që drita nuk është perfekte. Atëherë Sander Lekaj në siron vendodhjen e Curaj, fshatit Curaj Epërm ndodhet në zonën Nikaj Merkur. Është perl e panjohur. Përshëndetje nga Gjermania. Sander. E kam dëgjuar si zonë, por të them të drejtën, nuk e kam vizituar. Atëherë një fans me dy gërma e. Ciao Moza, Kosova. Gjermania, përshëndetje. Luani na thot, jam shqiptar, thot, me perardhje në Bilaq, Bojanoc, gjyshi im, kur isha 4 vjeç ka ardhur në Turqi. Respekte Luan, Ender, të përshëndes. Bënji, na përshëndet nga Gjermania. Përshëndes. Hajër Pepe na tha Enderi, i cili jeton në Bursa. Lefter Keci na sjell ikona. Faleminderit Lefter Keci. Tashmë po afrohemi qendrës së Tiranës, qendrës së kryeqytetit. Diaspora, po hajër Pepe. Më vjen mirë që ju pëlqejnë këto pamje, janë pamje të drejtpërdrejta, pamje live nga rrugët e Tiranës. Live streami janë filloi në qendër, duke vazhduar drejt lumit Lana, më pas kemi kaluar tek pallati me shigjeta. Aty kemi vizituar kompleksin e pallateve. Ku besoj se do të mbyllet edhe live streamin dhe për pak minuta. Ja, dhe shqiptari i cili përshëndet duke era Boris. Atëherë Dina na sjell komentin duke na falenderuar. E shëtitën Tiranën sot, na nxorë malli. Faleminderit Dina. Më vjen mirë
që ju kam pëlqyer këto pamje. Kjo është një trotuar shumë i ngushtë fatikisht tek rruga e Artajës. Është një trotuar i nuk është shumë perfekt, duke qenë se është shumë i ngushtë. Pra është ngushtuar shumë trotuari në raport me numrin e udhëtarëve cilët kalojnë këtu. Mendoj se do duhej një trotuar më i gjerë. Dikush tek një video para disa ditësh më komentonte se përse unë kisha kaluar tek pjesa e mesit aty, por përgjigjja ime ishte shikoni kioskat u ndodhen, shikoni trotuarin, tani duhet të kalohet me radhë këtu. Pra këtu është negative kjo pjesë, tavolinet ndodhen në rrugë, siç e shihni në pamjet. Pra kalimi është pak problem këtu. Ndjes nëse nuk jam përgjigjur të gjitha komenteve, por po eci në një zonë e cila ka shumë vështirësi lëvizje, zona e cila sapo kalova, shumë e ngushtë. Tash me trotuare zero deri diku. Jemi në transmetim të drejt me to pamje nga Tirana, rrugët e Tiranës, për 1 orë 35 minuta. Që vazhdojmë edhe pak së bashku deri në qendër. Arjan Shaba, po, Arjan Shaba na thotë se tani jemi mësuar keq, duam të shikojmë sa më shumë video live. Po Arjan është një nga projektet tona e cila do të vazhdoj ky projekt. Po, e vërtet është HRP, këtu lëvizja është fare normale, lëvizja qytetarëve në rrugë. Pra, këtu nuk ka kufizime. Flas për orarin e 6 e mëngjesit deri në orën 20. Nuk ka problem lëvizja. Ndalim qarkullimi është nga ora 20 deri në orën 6 të mëngjesit.
Herë do doja të shkoja deri në qendër të Tiranës dhe më pas të mbyllej live streamin. Rasti që shohim dhe nga pamjet, ka shumë qarkullim qytetarëve. Tashme do të kalojmë në krahun përballë, por semafori është i bllokuar, të presim pak sekonda. Atëherë u hap. Atëherë tashme i afrohem qendrës së Tiranës. Pra këto janë stendat ku qytetarët janë vaksinuar. Tashme Hotel Tirana thuaj se ka arritur paralel me Hotel Internacional të Tiranës. Tashme janë paralel, por lartësia e tij do të jetë shumë herë më e lartë, besoj se do të jetë deri Mazgat, po 30 kate, 33 kate, nuk e di saktësisht. Nuk shquhem shumë për të fiksuar numrat. Po bëj një panoram për të parë imazhet
Qekër për qerk. Si të shohim, kemi dhe një pallat shumë katësh, i cili po ndërtohet përballë. Redis na pyet kur do bësh një live stream tek zona Stirit. Me thënë të drejtën, Redis nuk do doja ta bëj një live stream aty. Nuk ketë çfarë shfaq, më kupton, është një zonë e cila po punohet, ka shumë rrëmuj, ka shumë plur, rrugë të bllokuara, kështu që mendoj se nuk do ishte shumë diçka e mirë pritur nga fansat. Kështu që mos më keq kupto, për momentin nuk do bëj live stream aty. Ndoshta kur të hapet komplet aksi, do bëj patjetër live stream. Boti e atër Alabama shkruan, pse nuk e pastrojnë? Krasojnë xhamit si ka bërë duhet Tiranë xhamit. Atëherë, sa për informacion, nuk lejohen komentet negative, komentet fetare apo komentet politike në këtë faqe. Ju lutem, respektoni këto rregulla, sepse nuk janë të lejueshme. Atëherë jemi 1 orë 46 minuta live bashk. Do të bëjmë vetë 15 minuta. Atëherë po ofrohem pak tek monumenti Herojt tonë kombëtar Skënderbeu, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Si që shohim nga pamjet, përballë kemi edhe një objekt shumë katësh që po ndërtohet, nuk e di si do duket sahati pasi të ndërtohet ky objekt. Jam prosh fillimit, por kaq afër qendrës, nuk e di si do duken objektet historike të Tiranës. Pra do të kemi një sahat shumë të vogël në krahasim me një objekt i cili do të jetë shumë katër, sahatet apo xhamia nuk do duken thuajse fare. Nuk e di jeni pro mendimit tim. Gjithsesi, nëse është pronë private, ka plane rregulluese që vendosin për këto gjëra, por më vash mendimin tim personal. Shpresoj që minimalisht të jetë një objekti që po ndërtohet, të jetë një objekt që mos dalë shumë sipër, nuk e di lartësinë se sa i lartë do jetë. Por shohim. Përballë kemi një objekt tjetër shumë katësh. Pra ajo është një distancë e konsiderueshme nga qendra, nuk e dëmton imazhin e qendrës.
Atëherë u freskua pak si shumë koha këtu. Po vazhdoj të kthehem. E kam thënë të herë tjera, qendra e Tiranës këtu është shumë e errët, nuk ka shumë drejtësim. Do doja të kishte më tepër dritë këtu. Sepse drita ka gjallëri, ka jetë. Reshi pyet Luanin se përse turqit nuk e duan Skënderbeun. Po Skënderbeu ka luftuar kundër turqëve. Resh, kjo dihet tashme. Fiks edhe përgjigje Luani. Dikush më konfirmoj nëse dëgohet mirë audio paralelisht me muzikën, është okej, apo do t'ul njërën apo tjetrën, sepse nuk kam pajisje të dytë që ta kontrolloj. Dikush ta bëjë një koment. Dina, faleminderit Dina. Syra, faleminderit. Aman resh mos u fut në të thella mor burr. Ti e di, po filloj muhabeti, pastaj do filloj muhabeti politik. Kështu që të lutem resh. Me bezdisi shumë komentet politike. Duhet të shikoj pak bateri sa ka ngelur. Kemi edhe pak kohë. Për ata cilët nuk e din, tu kemi parkingun nën toksor, por është çmimi për parking aty është mjaft i kripur. Pra për 2 orë aty duhet paguash gati 2 euro e gjys, ndërsa nëse kalon kohën 2 orë plus, 2 orë e pak, mund të shkosh deri në 4 euro. Po flas me euro për arsye sepse duke ditur që kam fansa të cilët më ndjekin rregullisht, pra nëse kalon në këtë orar, duhet paguash 4 euro. Për shqiptarët është shumë, për mendimin tim personal, sepse 4 euro është shumë duke llogaritur që rroga mesatare këtu është 10-15 euro. Kështu që parkingu në Tiranë është shumë i shtrenjtë. Këtu është diçka negative sepse edhe semafori është i hapur, ndërsa ato mjetet në krahun e djathtë lejohen të kalojnë, nuk e di, arsye. Atëherë po hap pak më tepër volumin e muzikës, sepse jam i bindur që ka zhurmë ato mjete shumë. Do kërkoj mirë kuptimin tuaj, sepse tashme unë po futem në aksin ku udhtojnë bicikletat. U futa këtu, kështu që po vazhdoj disa metra në këtë pjesë.
për të shfaqur imazhe më të bukura. Për shembull, do doja që të mësohet ta shijonin këtë pamje, jo vetëm udhëtarët e bicikletave. Do ishte fantastike nëse të mësohet lëvizjen këtu. Mund tash me ndodhem këtu jo në rregull, sepse është aksi ku lëvizin bicikletat, por thjesht për të vënë imazh më të bukur vizual, po udhëtoj disa metra. Atëherë miqtë e mi, qytetin që do të doni ta shikonit në videot e radhës, do doja të ma shkruanit në chat ku dëshironi që të bëj live stream në ditët në vazhdim. Por Lancula, ndodhem tek rruga e Kavajës. Ky është segmenti më i bukur që mund të gjendet për udhëtarët. Por siç e shohim nga pamja, ka edhe shumë qytetarë cilët preferojnë të përshkruajnë këtë rrugë, sepse e thash edhe kur kalova pak minuta më parë në krahun Matan, ai aks aty është shumë i ngushtë. Do marrësh leje për të kaluar, si mund ta them. Dina më thotë preferoj Kuksin, po Dina është në listë Kuksi për të bërë video, kështu që në ditën e vazhdim do ta kem parasysh sugjerimin tënd. Berati Syro Qelliu më thot për të filmuar në Kalar, në Goric, Mangalem, Beratin po Syro. Syro kam planifikuar që të bëj një live stream Berat, i cili do të jetë një live stream rekord. Pra do të jetë shumë i gjatë ai live stream. Por Beratin e kam afër, unë problem për të lëvizur, për të qenë realist, problem për të lëvizur kam pak veriu, sepse më bie shumë larg. Pra ka kosto për të lëvizur, do të shkosh një ditë, ndoshta për të udhëtuar, një ditë tjetër për të bërë video. Pra kam bërë video të Kuksit, kam bërë video të Tropojës. Tashmë në planet e mia është Puka, për të bërë video në Puk, por në pranverë kjo, sigurisht. Besoj se në maj, qershor do të jem aty. Ndërsa sa për qytetet cilët janë afër, për shembull siç është Berati ose siç është Fieri, ato nuk janë problem, i kam afër, kështu që mund të shkoj së shpejti aty. Atëherë për pak sekonda më arri aty ku kam marrë mjetin tim, kështu që do doja të përshëndesja të gjithëve. Tashmë kemi vajtur në 2 orë live stream, ndërsa një live stream tjetër cilin e kam bërë pasdite e keni në faqe, mund ta shihni aty. Hebeni shkruan se shpejti do të vizitoj qytetin e Tiranës, ta pim një kafe në Tiranës, po jemi sa ardhur Hebeni.
Si që shini, keni shqiptar akoma në 2021 cilët i bien borive të pa pushim. Krejt pa logjik kjo lloj sjellje. Atëherë miqtë mi, unë tashme duhet ta mbyll live streamin këtu. Tu përfundon dhe live streami sepse kam arritur në pikën ku unë kam automjetin tim. Do t'ju falenderoj e gjithëve. Ishit shumë aktiv sot, komente pa fund, edhe unë jam munduar me sa kam pasur mundësi që përgjigjem gjithëve. Kështu që ju përshëndes gjithëve, ju falenderoj. Shpresoj që të vizitoni punimet e mia në faqen time në YouTube. Në kanalin tim YouTube gjenden shumë video nga qytetet shqiptare. Mund t'i shikoni aty, mund t'i vizitoni dhe mund t'lini komente ose përshtypjet tuaja ose sugjerimet, pse jo, për qytetin e radhës ku unë do të shkoj të bëj live stream.